Këshilli i Qarkut Shkodër në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka miratuar vijimin e mbështetjes financiare për vitin 2026 për shërbimet sociale të specializuara në kuadër të Fondit Social. Mbështetja përfshin 3 institucione sociale, bëri të ditur kryetari i Qarkut Edmond Dou, që shkon drejt për drejt në funksion të përmirësimit të jetës së shtresave më në nevojë dhe forcimin e solidaritetit komunitar. Këshilli i Qarkut Shkodër në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka miratuar vijimin e mbështetjes financiare për vitin 2026 për një sër shërbime sociale të specializuara, të financuar në kuadër të Fondit Social. Këto shërbime janë jetike për personat me aftësi të kufizuar dhe përfshin kujdes rezidencial dhe ditor, duke garantuar vazhdimsi, cilësi dhe dinjitet në ofrimin e shërbimeve. Në total për vitin 2026 janë miratuar fonde për 3 institucione sociale kryesore në Qarkun e Shkodrës. Së pari, shërbimi rezidencial për persona me aftësi të kufizuar të grup moshës 30 deri në 60 vjeç, i ofruar nga shtëpi familje Faqibeni, administruar nga shoqata Madonina de la Grapa, Bashkia Shkodër. Për këtë shërbim është miratuar një fond për afro 6 milion lekësh, të cilat shkojnë për paga dhe sigurime shoqore për 4 punonjës të qendrës, 3 kujdestarë dhe 1 logoped, shtesë pagese si orë jashtë orarit të punës për personelin, turne nate, festa zyrtare dhe veshje pune për stafin mbështetës. Ky projekt është një vimësi dhe mbështeten nga Këshilli i Qarkut Shkodër prej vitit 2020. Së dyti, shërbimi ditor i përkujdesjes shoqërore për persona me aftësi të kufizuar të grup moshës 21 deri në 50 vjeç, i ofruar nga qendrat ditore Buzëqeshja e Moterlezës. Në vitin 2026 është miratuar një fond prej 8 milion lekësh, të cilat shkojnë për paga dhe sigurime shoqërore për 8 punonjës, psikolog, fizioterapist, infermier, edukator, kujdestar, kuzhinier dhe sanitar. Një pjesë do përdoren për shpenzime ushqimore për 15 përfitues. Ky projekt është një vjemësi dhe mbështeten nga Këshilli i Qarkut Shkodër prej vitit 2024. Së treti, shërbimi rezidencial për persona me aftësi të kufizuar të grup moshës 18 deri në 60 vjeç, i ofruar nga shoqata Vëllezërit e Nën Terezës, Bashkia Valldejes. Për këtë shërbim është miratuar fondi prej afro 112 milion lekësh, i dedikuar për paga dhe sigurime shoqërore për 8 punonjës, përfshirë punonjës social, infermier, fizioterapist dhe kujdestar të qendrës. Edhe ky projekt është vjemësi dhe mbështetet nga Këshilli i Qarkut Shkodër që nga viti 2024. Këshilli i Qarkut Shkodër mbetet i angazhuar fuqimisht në forcimin e rrjetit të shërbimeve sociale, duke garantuar që fondet publike të shkojnë drejt për drejt në përmirësimin e jetës së shtresave në nevojë. Mbështetja këtyre institucioneve është një investim në dinjitetin njerëzor, përfshirjen sociale dhe solidaritetin komunitar. Jemi të lumtur që këto projekte kanë marrë mbështetje nga Ministria e Shëndetësisë dhe Shërbimit Social Shtetëror. Si Qark do vazhdojmë të jemi gjithmonë në mbështetje të shtresave në nevojë. Financimi do të garantojë vazhdimsinë e shërbimeve rezidenciale dhe ditore për personat me aftësi të kufizuara, duke siguruar cilësi, kujdes dhe dinjitet.